Policia e Shkodrës ka zbuluar një tjetër ambient të përshtatur për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike kanabis të pajisur me llamba dhe pajisje elektrike në lagjen Ndocmazi. Operacioni policor i koduar Neonët 6 u finalizuar në kuadër të planit të masave për goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative. Kontrollet u shtruan nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare. Si rezultat, u shpallën në kërkim shtetasi AV 35 vjeç banues në Shkodër, si dhe një 16 vjeçar të dyshuar për veprën penale, kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Gjatë kontrollit në banesën e përshtatur për këtë veprimtari kriminale, policia sekuestroi 60 bimë të dyshuara narkotike kanabis, 57 pajisje të ndryshme elektrike që shërbenin për kultivimin e tyre, si dhe 4 telefona celular. Në vijim të hetimeve, u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal ndaj 2 punonjësve të OSHE-s, BC 33 vjeç dhe GA 63 vjeç për veprën penale shpërdorimi i detyrës, pasi dyshohet se kanë favorizuar këtë aktivitet përmes lidhjeve të paligjshme të energjisë elektrike. Po ashtu u procedua penalisht edhe shtetasja EH 22 vjeçe, banuese në Puk, për moskallëzim krimi. Ndërkohë gjatë kontrollit në banesën e shtetasit HM 49 vjeç, i ndaluar më herët për disa vepra penale, policia gjeti dhe sekuestroi një pistolet sportive pneumatike pa numër, municion luftarak dhe një automjet. Policia bën me dije se vijon puna intensive për kapjen e 2 personave në kërkim dhe për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.